Po pra. Po e kam, më kanë telefonuar. Zyrtare ti e ke bërë pasi e ke ditur që ke ishte. Ti marrë parasysh gjitha duke ditur që ke ishte këtu. Unë njësoj si që bërë edhe ti. Mund të ribashkohesh. Njësoj si që bërë edhe ti. Unë jam e lidhur me Kesin, unë kam... As unë nuk jam e lidhur me Kesin. Ke qenë. Ke qenë, po. Ke qenë. As unë nuk jam e lidhur me Kesin. E ditë që ka hyrë çka ka thënë, po vi për veten time, por... Kjo është e sigurt, dhe kjo ka qenë arsye pse nuk i dihet edhe si mund të shkojave. Patjetër. A do të hyrë bashkim me Kesin? Tani jo më. Pse jo më? Mendon që ka hapësirë për të pasur i bashkim përsëri? Pse? Se e peshë kishte shkëmbyer një puthje me mua. Jo, ka dhe shumë arsye tjera. Mënyra se si reagoj pas hyrjes tënde. Si reagoj? Po, trokiti gotër me ty dhe tha mirë se erdhe Ina. Minimalisht atë ditë prisja që okej si pas... Unë shoh që ati sigurisht që të mërë. Pas hyrjes tënde, dhe kur sulën të gjithë, ka qenë Flori më duke po shumë të tjerë që i thamë. Flori ka qenë një nga ato që i tha, Kejsi tha me Sheiku, si Sheiku të bërë. Me mendon se do ishte normale që ai për shumë atë ditë, se qofse ti u mërzite se pe ishte dashurin tënd, pas ishte ndarë me ty, të puthe me një vajzë tjetër. Jo, nuk po merrem fare. Imagjinoje, ai u tregua shumë njerëzor, sepse ajo ishte e tmerrshme ajo që u shfaq aty, domethënë. Unë vetë nuk e dija. Unë nuk e kam ditur atë video. Unë nuk e dija fare që ti mendon se do pranoja që prezantimin të bëj ashtu. Se di? Sigurisht që nuk e dija. Unë hyra në Big Brother, por sfidat e mia filluan më herët me sa duket se sa të tjerë. Po mirë, më sa ja ke marrë dorën ti daljes klipeve, të ka dalë dhe klip tjetër përpara.